Si e pritët? Patjetër është një informacion i cili duhet vlerësohet, vjen nga Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk vjen nga një media, apo nga një artikull që dikush shkruan qoftë në Shtetet Bashkuar të Amerikës, po vjen nga linja diplomatike përfaqësuese e shtetit më të madh në botë për Shtetet Bashkuar të Amerikës. Nuk është në natyrën e tyre që të krijojnë panik, nuk është në natyrën e tyre që të krijojnë lajm, por është gjithmonë për kujdesje që ka ndodhur kryesisht për qytetarët amerikanë, tashmë jo vetëm për qytetarët amerikanë, por edhe për qytetarët shqiptar, sepse paralajmëron për një mundësi sulmi që mund të ndodhë dhe mund të ketë ndaj opozitës iraniane dhe institucioneve të tjera, të cilët janë objekte të rëndësisë veçantë, sigurisht që e lidhin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po lidhja me Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është thjesht një objekt apo një gjë që ndodh në territor, është gjithë territori, pra gjithë Shqipëria. Është gjithë Shqipëria sepse Shqipëria ka një linjë të fortë të marrëdhënies dhe të prezencës me Shtetet Bashkuara të Amerikës në vijën e parë. Është Shqipëria ajo që është ekspozuar nga opozita iraniane, e cila her pas here është kërcënuar në forma ndryshme para se të niste edhe konflikti në Gjirin Persik, ku liderit e Iranit e kanë celsuar Shqipërinë një vend i vogël djallëzor, ku ata e klasifikonin të tillë të lidhur me strehimin që i kishin dhënë opozitës iraniane. E dyta, për shkak të një sulmi kibernetik, pra ne kemi pasur një sulm real nga Irani, dhe kjo krijoi një marrëdhënie e cila prishi marrëdhënie diplomatike duke përzënë dhe duke larguar ambasadorën. Dhe më pas kemi nga Parlamenti Shqiptar një rezolut ku dënon Iranin si një vend që është sponsorizues dhe mbështetës i terrorizmit.